në brendësi të hamamit mesjetar, një monument i shekullit të 18. Kjo është një vazhdimsi e banjave romake, apo siç njihen ndryshe termat, por e cila merr një trajt tjetër të arkitekturës, por qëllimi mbetet po i njëjtë, ai i mirëqendjes së trupit të njeriut. Një nga këto objekte është pikërisht hamami. Ka përmasa të vogla të një hamami, nuk është shumë i madh dhe kjo tregon që funksioni i tij ka qenë për pak njerëz ose edhe të atit privat. Nga përmasat e këtij hamami, të cilat nuk janë shumë të mëdha, mbetet akoma për të sqaruar pjesa që ndoshta ka qenë një hamam publik apo ka qenë privat për familje të caktuara. Nëse ka qenë publik, sigurisht ka qenë një hamam shumë i vogël dhe ka qenë i ndarë pjesa e cilat në përdorimin të tij të meshkujve dhe të femrave, e cila funksiononte në 2 orare të ndryshme. Ndërsa ato privatët sigurisht që shërbenin për familjet, pra për personat të cilët e kishin ato. Funksioni i këtij hamami ka të bëjë edhe me ritualin e ritit mysliman, të cilët para lutjes duhet të ishin të pastër.